Debatet e ditëve të fundit në mediat vizive dhe ato të shkruara për praninë e alfotoksinës në përbërjen e qumshit që tregtohet ka dëmtuar ende fermerët e arrestit të Lushnjës, të cilët janë edhe prodhuesit më të mëdhenj të qumshit në shkallë republike. Prej 4 ditësh kompanitë të cilat grumbullonin qumshin në disa zona kanë ndërprer këtë grumbullim. Ndërprerja e grumbullimit të qumshit po i dëmton ekonomikisht fermerët, pasi këta të fundit nuk kanë se ku e çojnë, sidomos fermat që kanë mbi 10 krerë lop. Fermerët e fshatrave të komunës së Gradishës, që janë dhe prodhuesit më të mëdhenj të qumshit në rrethin e Lushnjës, sot kanë protestuar për këtë veprim pasi sipas tyre gjendja në këto zona dhe në të gjithë rrethin e Lushnjës mbashtrohet në kushtet e shtëpisë dhe ushqimet që fermerët përdorin janë të gjitha të prodhuara nga vetë fermerët, madje edhe jo që sa dhe ministri për koncentrat. Ne po e derdhëm qumshin, se s'kemi ku e çojmë më. Megjithëse e prodhojmë në kushte nga më të vështirat. Që sot e prodhoj qumshin me 80.000 lekë në ditët, edhe kur e shes nuk marr as 30.000 lekë. Ja me humje. Ne na thonë sikur qumshin del me përbërje të lartë kimikatesh, kur ne nuk përdorim absolutisht ushqime të blera. Ne e ushqim vetë ndërmjet mistrit tonë që e prodhojmë vetë, jonjës tonë dhe livadoreve. Dhe absolutisht asnjë tjetër se ne nuk kemi fuqi mblerëse. Bile me këto kushte që janë krijuar, ne dhe jonjë nuk do arrim do të korrim. Po do punojmë vetëm me livadore. Do më të punosh me livadore, do thotë që lopët nga 10 krerë, unë t'i qoj 3 krerë, se nuk i man do toka me prodhim livadh. Dhe kështu që sa vjen, gjendja jonë keqësohet. Ne lopët i ushqim me misër, me miell misit, bërë vetë, me jonjë thatë, me tërfil, me hasull, me panxar, këto e ushqim. Dhe qumshi nuk po na mese, thotë ka dalë qumshi me smundje, po ne nuk kemi. Atë që thonë e bëjmë vetë. Qumshi jonë është shumë i saktë. Dhe e mielin vetë dhe e ham vetë. Le që thonë ata që jo ka këtë, jo ka atë. Qumshi është i saktë. 20 krerë lop, edhe e di vështërsi që e heq me lopët, me tokat, me ushqimet. Lopët unë i ushqim me bar jonxhe, me byk, me miell, me silazh, të gjitha të përgatitra nga tokat që e ka marrë me qera që i punoj vetë. Dhe nuk blej asnjëherë në magazina apo këto misë të ardhur nga jashtë apo të përzjer me gjëra të tjera, nuk i blej dot se kushtojnë. Dhe me këto i mbaj blegtorin. Dhe qumshi është i cilësisë parë. Dash në yndyrë, dash në të gjitha përbërjet. Po t'ishte shumë, kam mbi 10 vjet që punoj me lopët, atëherë mund binte radha që të kisha vdekur. Qofse do ishe me këtë smundje lopët apo qumshi. Kjo nuk është e vërtet fare. Por mua të vinë që tani, vinë të bëjnë analizat e qumshit. Po qenë lopët të smura, unë po i ekzekutoj të gjitha lopët mund vend aty. Nuk është e vërtet fare kjo. Çmimi jo ka qenë i qumshit 500, vend na ngrije, se ngritur gjithë gjërat në e shullër, tani s'po na marrin fare qumshin, na ka ngel që ta derdhi mes rrugës, s'kemi çaj bëjmë. Çfarë do t'i bëj unë 1 kuintale sa qumësh në ditët? Nuk ishte unë do ta punoj 1 ditë 2, ku nuk punohet për ditë qumshin në shtëpi. Si fermer, si fshatar, lop i ushqim me jonjë thatë, me një mishte, me misër koncentrat që kemi prodhuar vetë. Edhe kemi kaq vite nuk ka pas till problemesh, po të ishte ashtu dhe ne fëmijët e vegjël me qumshin që prodhojmë vetë, duhet të kishin ndodhur një skandal, duhet të kishin helmur fëmijët tanë radhë parë. Por ky popull me këtë pikë qumësh ushqehet, me këtë 5 litra, 10 litra që del shet mjes për mjes, po mbijeton. Ne nuk kemi përdorur ushqime me origjinë shtazore të përpunuara që vijnë nga jashtë, që mund të kenë probleme siç doli atëherë lopa është çmandur. Kështu që mendoj që qumshi që prodhojnë fshatari shqiptar është më shumë bio, po natyral por edhe helmet dhe nitratet dhe urerat dhe këto që hynë nga jashtë nuk i blen dot se kanë vajtë në stratosferë çmimet. Mundohet dhe të toka hedh vetëm ple organik. E si mos marrë ato. Sot doli Primalata që e merrte qumshit dhe ne. Nesër do dali Lufra, Soali, Erzeni, tëra këto fabrikat. Po pezullo dhe ky përpunim, ky grumbullim i këtij prodhimi. Fshatari ishi falimentur, s'ka me se ushqet. I bëj apel institucioneve që merren me këto probleme. Të vinë të verifikojnë problemin në vend. Në rast se ne si grumbullues, unë jam dhe grumbullues qumshi, ne si grumbullues e kontrollojmë qumshin kur na sjell fermeri me një laktodesimetër për problemet e ujit, problemet e yndyrës, të kullur, ja kërkojmë të kullur për këto ngarkesat mikrobike. Ama të vi puna të bëjmë një analizë të mikroelementeve, siç ka dalë ajo alfa toksina, mbi normë, duhen dhe laborator modern. Kurse unë me karrotë ose me një makinë që mbledh pikë qumësh, në thjesht të kontrolloj veç mjezin, veç darkën me laktodesimetër, mundohen të mbledhim sa më të pastër.
Unë jam i bindur që qumshi jonë nuk ka tillë probleme, se do ishte zhdukur komplet fëmijët tanë në masë. Kjo do ishte më ashtu. Unë lop të ushqim me jonç, edhe misër të blur që e kam mbjell vetë misrin, nuk e kam as të bler nga Maqedonia, po e kam mbjell vetë në tokën time. Ne e shesim qumshin për 5 lekë që të ushqemi. Tani gazetat shkruajnë që të shesin gazetë ne, po nuk shitet gazetat tuk e berti reklam që mu qumshit ma nëzirështi me kancerogen, po të ishe me kancerogen do kështi vdek unë i pari, kalamajnë e mi e kalamajnë e gjithë. Tani qumshi jonë, po s'ke bio original, atë verifikoje, në përshpia shikoj kavaleta e jonxës, jonxë Trendelin han lop tona, nuk han lop tona, qa thonë këta hormon e këshu. Ata me hormon ta gjenë ku e kanë, ku se kanë. Fermerët e intervistuar, por edhe të tjerë kërkojnë nga autoritetet përkatëse që të bëjnë analizat e qumshit që prodhohet në fermat e tyre, pasi ditë pas dite demi financiar i ekonomive të tyre vjen duke rritur pasi kompanitë e përpunimit të qumshit, por arsye jo objektive, sipas tyre kanë ndërprer grumullimin e këtij qumshti.